Unë se besoj këtë. Kjo që ka të merë kjo. Po kjo është me shorte numrash apo thjesht... Jo, ato kanë bërë kalkulime dhe ka rezultuar që raporti është ky. Po e dini që është me frikshme? Unë hyra në faqen e portalit që e kishte nxjerrë këtë lajm dhe sigurisht që është portali huaj, më pas do filloj të përkthehet dhe të bëhet tema nëpër Shqipëri dhe komentet ishin akoma më të frikshme sepse në komente jo vetëm që ju duke një gjë normale, por thonin, po ç'a thoni more, raporti është 1/3. Jo. Raporti është s'ka shans. Domethënë, edhe kjo gjë duket sikur në sytë e njerëzve është normalizuar dhe jo vetëm që s'u bën përshtypje, por mendojnë që raporti shifrat mund të jenë akoma edhe më të ngushta. Nuk ekziston asnjë shans që të jetë kështu. Nuk ekziston asnjë shans. Erion, mos fol më shumë prova. 0.01% nuk mund të jetë, nuk e besoj. Pse flet me kaq shumë prova këtu? Sepse ne kemi qenë të vegjël, jemi rritur me njerëz, kemi qenë edhe dim kush ka pasur një problem ose kush s'ka pas. Kështu që nuk besoj. Pse i quan problem ti, sa s'është problem? Jo, s'tash është problem, kush ka pas ndonjë problem, po thas këtë gjë, e kupton? Fola në të gjitha kuptimet, nuk thash që është problem kjo. Po, mënyra se si ishin... Po që Adela më lejo ta them këtë që janë shtuar, sa që bën kuptim dhe ajo shpreha që kur s'pjellin kushtohen, e kupton? Po që janë shtuar, kështu që unë e besoj këtë lajm. Ti e beson këtë lajm? Unë e besoj. Erion? No. Nuk e besoj në asnjë rast. Votoni, kemi 2 lajme të vërtetë. Unë të parin dhe të tretin. Erion? Futbolli më duket i vërtet. Futbolli ishte i pari, gratë e punë të shtëpisë ishte i dyti dhe burrat 1/5 raporti për meshkuj. Këtë s'dua të votoj fare për të tretë, do votoj për gratë që janë pa qef. Do shënojmë në kalendar. Gjeti? Do shënojmë në kalendar e ka gjetë Erioni. Yes. E shikon, vonon, po nuk haron. Me një qik përpjekje. E ka gjetë Erioni. Kanë ndihmu gratë, kanë ndihmu. Sepse studimi i lajmit të tretë